Shqiptëdakës ose prej Kryta Hamovcit e deri te Plepat e Celinës, ose deri te Pisjaku i Celinës, ose deri te Llazët e Randobravës të Proni Keq. Si zakonisht, unë për sot më merr mendja, do t'ja kaloj fjalën njerit prej komandantëve të këtyre operacioneve, profesor Ismail Latifit, i cili edhe në emër të shoqatës së organizatës të dalë nga lufta, po edhe në emër të bashkëpunëtarëve të vetë që i ka e që na ka këtu, po edhe në emër të familjarëve të dëshmorëve që i kanë nderuar sot, do besoj se do të gjejë forcë që të na i thotë sa fjalë. Pas profesor Ismailit, besoj edhe ndonjëri prej neve që jemi prezent, nëse ka mundësi, mund të na evakuoje ndonjë moment që ka të bëjë pikërisht me këtë ofenzivë të Hamovcit. Ju faleminderit, profesor, kryetar, keni fjalën, dëshiroj që të gjeni forcë, edhe pse sot ju ka shkuar ditë prej omazhi në omazh, por ka me vogël. Të nderuar familjarë të dëshmorëve të kombit Sadedin Hajda Mexhit Mustafa, i nderuar besnik, vëllezër të Xhelal Hajda Tonit dhe Sadedin Hajdës, Faik, Faredin, familjarë të tyre, po ashtu familjarë të dëshmorit të kombit Mexhit Mustafa, bashkëluftar të dëshmorëve, përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës. Profesori Sebajdin Cena në fjalimet që i ka marrë gjithmonë në fjalët e tij, i ka cilësuar me të drejtë, sepse ashtu meritojnë, se dëshmorët e fundmajit të vitit 1998, dëshmorët e fundmajit të vitit 1999, në fakt janë lulkuqet e majit, lulkuqet të cilat kanë paralajmëruar lirinë e popullit Kosovës, lirinë e Kosovës. Vetëm pak ditë më vonë, pra diku me 14 qershor, ne në Rahovec e shënojmë përvjetorin ose datën e çlirimit të tërësishëm të komunës së Rahovecit. Liria për Rahovecin, liria për Kosovën, liria për shqiptarët nuk kish me ardhë në asnjë rrethon, për asnjë çast nuk kish me shiju as i modhi, as i vogli, as motrat, as vëllezërit ton, as baballarët ton, as fëmijët ton, pa gjakun e derdhur të Sadedinit, Bekimit, Mexhitit dhe dhjetra e qindra e mira dëshmorëve që ranë për lirinë e Kosovës.